Në 15 nëntor në Kosovë mbahen zgjedhjet për pushtetin komunal të parat, këto që nga shpallja e pavarësisë së vendit dhe të parat që organizohen në tërësi nga institucionet vendase. Zgjedhjet organizohen dhe në 3 komuna të reja me shumicë serbe, por siç thot në kronikën e tij korrespondenti Besim Abazi, është ende e paqartë nëse pjesëtarët e këtij komuniteti do të dalin në votime apo jo. Sot një javë në Kosovë mbahen zgjedhjet për pushtetin lokal, ndërsa përfaqësuesit politik të serbëve ende janë të ndarë në qëndrimet për dhe kundër tyre. Nga Beogradi atyre janë dërguar porosi se nuk ka kushte për një pjesëmarrje të tillë, ndërsa një pjesë e tyre nuk shohin ndonjë zgjidhje tjetër. Më shumë se 20 parti politike, nisma qytetare e kandidatë pavarur nga radhat e këtij komuniteti janë regjistruar për të marrë pjesë në votimet të së dielës së vjen, ndonse vazhdojnë debatet për këtë çështje. Dragan Velić nga Këshilli Kombëtar Serb thotë se nuk ka kushte për pjesëmarrjen e serbëve në këto zgjedhje. Qëndrimi ynë është që të mos dilet në këto zgjedhje dhe këtë për disa arsye të njohura. Në fakt, bashkësia ndërkombëtare dhe bashkësia shqiptare nuk dëshirojnë që në këtë proces të jenë njerëzit me përvojë dhe që mund të bëjnë punë. Por një gjë të tillë nuk ekzistojnë as kushtet dhe as arsyet e duhura. Por nën kryetarja e zotit Velić Rada Trajković thotë se serbët duhet të marrin pjesë në zgjedhje me që, siç thotë ajo, strukturat që mbështeten nga Beogradi nuk janë në gjendje të përmbushin asnjë prej nevojave institucionale të serbëve. Zato mislim da na ovim izborima treba da se izađe. Prandaj mendoj se në këto zgjedhje duhet të dilet, tha zoti Trajković, e bindur se duhet shfrytzuar siç thuhet orientimin e komunitetit ndërkombëtar për të krijuar një shoqëri shumë etnike në Kosovë. Ai thotë se serbët duhet vendosin nëse do të kenë vetë qeverisin e tyre në cilën mund të ushtrojnë ndihmë ose të lënë që Prishtina të sillen ndaj hapësirave ku jetojnë serbët sipas dëshirës së saj. Kryetari i Lëvizjes Serbe të Rezistencës, Momčilo Trajković, i cili kandidohet për komunën e Graçanicës, thotë se pjesa më e madhe e qytetarëve serbë është e gatshme të marrë pjesë në zgjedhje, por ata janë në trysni. Pre svega, pod pritiskom neverice u sve ovo što se dešava, mada drugu opciju nemaju, jer ova lokalna samouprava kod Srba nije u potpunosti uspjena i prosto ne može da funkcioniše. I neverica je zbog pritiska koji se vrši nad... Para së gjithash janë në trysninë e mosbesimit ndaj kësaj çfarë po ndodh, ndonse nuk kanë mundësi të tjera me që pushteti lokal serb nuk mund të funksionojë. Mosbesimi është edhe për shkak të trysnisë që ushtrohen mbi njerëzit që paguhen nga buxheti i Serbisë dhe kërcënimeve që nuk bëhen nga Beogradi, por nga disa përfaqësues të serbëve këtu dhe në Beograd, të cilët friksohen se me daljen e serbëve në zgjedhje mund të humbin pozicionet e tyre. Megjithatë, ai beson se një pjesë e serbëve do të dalin në zgjedhje dhe do të ndikojnë në ndryshimin e gjendjes politike në Kosovë. Qëndrimi më i ashpër kundër pjesëmarrjes së serbëve në zgjedhje vjen nga veri i Kosovës, ku përfaqësuesit politikë të këtij komuniteti vlerësojnë se dalja në zgjedhje nënkupton njohje të pavarësisë së Kosovës, e cila kundërshtohet ashpër nga Beogradi. Vlerësime të tilla hidhen poshtë nga Momčilo Trajković. Mi nećemo priznati nezavisnu državu Kosovo, ali ćemo pristati na institucije koje nam omogućavaju da normalno živimo i sa našim komšijama uspostavimo dobre odnose. Ne nuk do ta njohim Kosovën e pavarur, por do të pranojmë institucionet që na mundsojnë një jetë normale dhe të vendosim me fëmijët tanë marrëdhëniet e mira. Çështja e statusit është politike e lartë, ndërsa ne duhet të vendosim marrëdhënie normale. Kryetari i Partisë Liberale Serbe, Slobodan Petrović, partia e cilit konkuron për pushtetin e Graçanicë, thotë se cilët kundër zgjedhjeve janë kundër vetë komunitetit serb. Sigurno kogod poziva Srbe na bojkot, na lokalne izbore, živi van konteksta i realnosti i ne zna koliko su oni bitni zapravo za kosovske Srbe. Kushdo që i thërret serbët për bojkotim të zgjedhjeve lokale jeton jashtë realitetit dhe nuk e di se sa të rëndësishme janë ato për serbët e Kosovës. Komuna e Graçanicës është njëra nga 3 komunat me shumicë serbe që do të krijohen filpas së zgjedhjeve lokale të 15 nëntorit. Plani i kryeministrit Marti Ahtis Sari, në pas i cilit të shpallur pavarësia e Kosovës, parasheh krijimin e 5 komunave të reja me shumicë serbe dhe zgjerimin e një komune ekzistuese. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Graçanicë.